Bordi i Transparencës i ngritur për të kontrolluar çmimet e karburanteve që pësuan luatje të forta pas nisjes së luftës në lindjen e mesme, nuk ka rezistuar as 24 orë nga vendimi i marrë të premten se nafta me pakicë në pikat e karburanteve do të kishte një çmim tavan prej 203 lekësh për litër, por në mbledhjen e mëngjesit të kësaj të shtune, bordi vendosi çmimin e ri. Nafta do të shitet 218 lekë për litër, 15 lekë më shumë se vendimi i marrë të premten. Ndërkohë, për çmimin e benzinës, rritja ka qenë më e reduktuar, pasi nga 175 lekë për litër, që përcaktoi çmimi tavan në vendimin e së premtes, mëngjesin e së shtunës bordi vendosi çmimin tavan 181 lekë për litër. Çmimi i sotëm i caktuar nga bordi është më i lartë që është praktikuar në Shqipëri nga momenti kur nisi konflikti në lindjen e mesme dhe Irani mban të bllokuar ngushticën e Hormuzit. Çmimi i naftës në pikat e karburanteve, shitjet me pakicë, arriti kulmin në 214 lekë për litër. Më pas filloi një rënje lehtë deri në momentin kur bordi vendosi më 27 mars çmimin tavan 203 lekë, ndërsa për benzinën nga 199 lekë për litër u vendos në 175 lekë për litër. Nuk dihet nëse ky vendim i bordit ishte një keq llogaritje që më pas është korrigjuar me vendimin e sotëm, apo një presion që është ushtruar nga grosistët. Kryeministri ka deklaruar disa herë se nuk është politikan mbi të cilin mund të ushtrohet presion, apo që të marrë vendime nën presion, dhe nëse i qëndrohet kësaj logjike, atëherë bordi ka gabuar me përllogaritjet e së premtes 27 mars, kur saktoi çmime tavan. Menjëherë pas publikimit të çmimeve tavan, importuesit e karburanteve ju drejtuan Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, duke kërkuar rikthimin e metodologjisë së përllogaritjes. Madje në letër, ata paralajmëruan se do të pezullonin importet e karburanteve. Sipas importuesve, përllogaritja është bazuar në formulën e përdorur në vitin 2022, e cila nuk reflekton kushtet aktuale të tregut dhe në veçanti kontratat në fuqi që ne kemi me furnitorët tanë, si rrjedhojnë çmimet e përcaktuara, nuk pasqyrojnë kostot reale që aktualisht formojnë çmimin e 1 litri nafte dhe benzine për tregtimin me shumicë. Ditën e sotme në bursën ndërkontinentale ICE të Londrës, vlera e kontratës së naftos bruto Brent ishte $105.32 për fuqi, ndërsa në bursën e mallrave NYMEX të New Yorkut, çmimi një fuqie nafte të papërpunuar arriti në $99.64 për fuqi.